Një tjetër person është arrestuar në lidhje me vrasjen e biznesmenit Edmond Mahalla, alias Edmond Hyka. Ngjarja e ndodhur disa ditë më parë në Elbasan. Arrestimi është kryer në Prenjas, ku u kap 33 vjeçari Nevzat Spaho, person me precedent penal. Dyshohet se Spaho është personi i cili qelloi me armë Hykën, teksa ky i fundit ishte brenda automjetit të tij. Nevzat Spaho rezultoni dënuar më parë nga gjykata e Elbasanit për akuzën e shtrëngimit me anë të kanosjes për marrje pasurie dhe mbajtje pa leje të armëve. Në vitin 2022 ka rezultuar se shtetasi Nevzat Spaho ka shtrënguar duke dhunuar fizikisht si dhe ka kanosur me armë zjarri një shtetas për dhënien e një shumë parash prej 3.000 eurosh. Gino Ago, ish ortaku i biznesmenit, ka patur një rol kyç në ndihmën që i ka dhënë atentatorëve, tashmë të shpallur në kërkim, Marcelo Arani dhe Armando Cola. Sipas grupit të hetimit që zbardhi dinamikën e ngjarjes 48 orë më vonë, Gino Ago ju dha vrasësve makinën e arratisjes. Tonë se ju e konfirmuar zyrtarisht, pista kryesore e hetimit për vrasjen mbeten mosmarrveshjet në biznes, për shkak se raportet mes Agos dhe Mahallës ishin shkëputur 2 vite më parë, edhe pse ortakëria në biznes ishte ndërprerë në 2023-shin. Konfliktet mes tyre vijonin dhe gjatë ditëve të fundit. Së bashku me Gino Agon, në pranga për moskallëzim krimi ka përfunduar edhe roja i karburantit në pronësi të viktimës, aty ku edhe ndodhi ngjarja. Mbrëmjen e së dielës së 30 nëntorit, biznesmeni Edmond Hyka, alias Mondi Mahalla, u ekzekutua brenda mjetit të tij tip Range Rover. Trupi i pajetit 43 vjeçarit u gjet brenda makinës rreth orës 20:35 në lagjen e Min Matraxhiu të qytetit të Elbasanit. Viktima sapo kishte dalë nga zyra në afërsi të së cilës ndodhen bizneset dhe shtëpia e nënës së tij. Në momentin kur është futur në makinë, është qelluar me armë zjarri dhe ka marrë 3 plumba, 2 prej të cilëve në kokë, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Më pas në vendngjarje mbërritën shërbimet e policisë, të cilat kanë ngritur pika kontrolli në të gjitha daljet e qytetit, ndërsa janë bërë kontrolle në zonë dhe në ambiente të ndryshme për kapjen e autorëve. Gjithashtu, automjeti i përdorur nga ekzekutuesit dyshohet të ketë qenë një Audi me ngjyrë të zezë, i cili është larguar me shpejtësi në drejtim të aksit rrugor Elbasan Librazh. Atentatorët, pasi janë siguruar se 43 vjeçari dëroi jetë, janë larguar me Audin e zi në drejtim të aksit Elbasan Librazh. Policia ndërkohë njoftoi se një grup i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë nisi punën për zbardhjen e rrethanave të krimit dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.